Përshëndetje, sot kam përgatitur granola. 100 gram fruta të thata, 40 gram fara mikse, 70 gram tërshër, 20 gram qershi të thatë, 70 gram mjalt. Frutat mikse mund t'jenë bajame, lajthia ara, kam përdorur unë, ndërsa farat kam përdorur sesami, fara lule dielli dhe fara kungulli. Do t'i përziejmë të gjitha së bashku. Do t'i shtrojmë në një tavë me letër furre. Do t'a hapim masën në tavë dhe do t'a pjekim 180 gradë për 20 minuta, derisa të marrë këtë ngjyrën e artë. Më pas e vendosim në një kavanoz hermetik dhe kështu e kemi gati për mëngjeset tona. Kosim sot ishte kos grek, katër 5 lugë granola, mjedër, boronica, anafera dhe qershi. Pak mjalt për sipër. Një super shije. Faleminderit që më ndiqni.